Në prag të sezonit turistik në Bregdetin e Veripojës, u zhvillua një aksion masiv vullnetar për pastrimin e zonës, me një pjesëmarrje që tej kaloi pritshmëritë. Mbi 1500 të rinj, së bashku me organizata, institucione shtetërore dhe biznese, ju bashkuan kësaj nisme, duke kthyer atë në një angazhim të gjerë komunitar për mjedisin. Vullnetarët u organizuan në grupe dhe u shpërndan përgjatë gjithë vijës bregdetare, nga zona e mbrojtur në derdhjen e Bunës deri në lagunën e Vilunit, duke mbuluar në mënyrë të koordinuar çdo segment të Bregdetit. Të rinj pjesëmarrës u shprehën se Veripoja është një nga pasuritë natyrore më të rëndësishme të Shkodrës dhe se mbajtja e saj e pastër është përgjegjësi e përbashkët. Kena bërë një gjatë mirë për komunitetin tonë, të ditë se pastrojmë Veripojën, jo vetëm për ne, por edhe për njerëzit që kanë marrë, domethënë, me shiu plazhin. Ne kemi ardhur me pastru sepse Veripoja duhet të jetë e pastër për gjithë. Ne u bashkuam me shumë kënaqësi me të gjithë organizatorët të pastrojmë plazhin e Veripojës, pasi është një pasuri natyrore që Shkodra ka dhe duhet ta mbrojmë atë shumë mirë. Ne kemi ardhur në Veripojë për të pastruar dhe për të mbajtur ambientin pastër. Kena ardhur këtu si vullnetar për të pastruar Veripojën, sepse Veripoja është një vend që vizitohet shumë dhe ka nevojë të jetë e pastër. Ne erdhëm me shumë kënaqësi që ta pastrojmë këtë vend kaq të bukur, bashkë me shokët dhe me shoqet e klasës dhe gjithë bashkë ne ja dalim banë. Aksioni vjen si një hap konkret për ta përgatitur Bregdetin për sezonin veror, por edhe si një mesazh ndërgjegjësimi për ruajtjen e mjedisit në vazhdimsi.